22 bebe, 9 vajza dhe 13 djem kanë ardhur në jetë nëpërmjet fertilizimit in vitro të ofruar falas për çiftet shqiptare në maternitetin Koço Gliozheni. Shërbimi i cili ofrohet prej 2 vitesh ju ka dhënë mundësinë rreth 200 çifteve të nënshtrohen procesit të riprodhimit të asistuar. Drejtori i këtij materniteti, Genci Hysko, thotë se kërkesat janë të shumta, por rastet përjashtohen nga kriteri i moshës. Kërkesa në total kanë qenë 531 paciente, nga të cilat 295 janë regjistruar dhe kompletuar me analiza janë 103 paciente. Pjesa më e madhe nuk kanë pasur dokumentacionin plot ose nuk kanë plotësuar kushtet. Mosha aktuale e pranimit është 42 vjeç pa 6 javë. Përqindjen e suksesit neve sot që po flasim e kemi 44%. Janë afro 50 milion lekë të vendosura në dispozicion për çiftet të cilat mund të përfitojnë nga ky proces. Për të 2 vitet janë akorduar nga 25 milion lekë të reja. Nëse do kemi rritje të kërkesave dhe të rasteve që i plotësojnë këtë kriteret, Ministria dhe Qeveria janë të hapura për ta shtuar këtë fond. Sipas të dhënave, 2 nga 10 çifte në Shqipëri përballen me infertilitet, që është pamundësia për të arritur një shtatzani në kushte natyrale. Ekspertët thonë se faktorët që po çojnë në rritjen e tij janë disa, nisur nga mosha e madhe e vajzave që vendosin për t'u bërë nëna, përdorimi i alkoolit, substancat narkotike, por edhe faktor ambiental dhe genetik.